Dita ënë, pjesa e tretë informative në Thuaj Mirëmëngjes në këtë 9 shkurt dhe ju uroj mirësardhjen dy të ftuarve në studio, të flasim për një veprimtari shumë të veçantë, një nismë mbar botërore që organizohet gjithandej në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë. Kemi të ftuar Plator Çollakun, drejtori ekzekutiv i Fondacionit të Duart, që sigurojnë, dhe Xhesil Shkëmbi, që është regjisor i kësaj veprimtarie që organizohet për herë të dytë në Malish. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Se u gjetëm kënaqësi të kemi aq më tepër që flasim për një veprimtari që ka përmasa botërore. Ajo organizohet në 67 vendet e botës, 57 prej këtyre veprimtarive janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa këtë vit për herë të parë do të kemi edhe dy veprimtari të tilla që organizojnë në Shqipëri, një në Malish edhe një në kryeqytet. E nisim me ty, Plator, flasim pak për idenë, sepse domethënia e kësaj veprimtarie, për atë që përmban, është shumë e rëndësishme për publikun, për të mësuar se kush janë vëmendja e kësaj veprimtarie, e këtij organizimi që vitin e kaluar ka patur herën e parë të realizuar, ndërkohë që këtë vit besoj do të vi edhe më i plot në përmbajtje dhe në atë që do të përcjell në datën 13 ditën e premte. Faleminderit shumë Mikel për ftesën, edhe faleminderit për radio televizionin publik të qytetit Korçë. Do të jemi edhe partner të organizimit të këtij eventi. Kjo ngjarje filloi 10 vite më parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga një lojtar shumë i famshëm i futbollit amerikan që quhet Tim Tebow. Tim Tebow pati në zemër fëmijët me aftësi ndryshe dhe ai mendoi të krijonte një event për të sjellë dinjiteti në jetën e këtyre njerëzve që ndoshta shoqëria i kishte braktisur. Eventi u quajt Night to Shine, apo natë për të shkëlqyer në gjuhën shqipe, dhe filloi si një event në disa shtete të Shteteve të Bashkuara, por askush nuk e kishte imagjinuar që ky do ishte një nga eventet me një iniciativë globale. Sot pothuajse të gjithë vendet e botës në datën 13 shkurt, pra një të premte para datës së Shën Valentinit, festojnë Night to Shine. Është zgjedhur kjo sepse ka një të veçantë dhe kjo zgjedhja e të premtes para Shën Valentinit. Sepse dashuria që mungon në jetën e këtyre njerëzve duhet të plotësohet nga të gjithë ne. Dhe është një iniciativë për ta bërë jetën e tyre të shkëlqej. Dashuria që mungon në Shën Valentin për këta njerëz është dashuria që njerëzit mund të dhurojnë në aspekte të ndryshme të jetës së tyre. Iniciativa gjithmonë u konsiderua të ndodhte një të premte para Shën Valentinit për të sjellë dashurinë e njerëzve në jetën e këtyre personave me simbolik shumë e veçantë dhe e gjetur kjo. Gjetur dhe kanë gjetur në fakt, sepse kërkesat për të organizuar Night to Shine janë të jashtëzakonshme. Edhe Shqipëria ka pasur shumë kërkesa, momentalisht kemi dy prej tyre, një në kryeqytet dhe një në qytetin e Maliqit, që zakonisht plotëson juglindjen e Shqipërisë. Ndërkohë që ju arrit të realizohej veprimtaria e parë vitin e kaluar. Shkojmë pak tek fillesa dhe më pas kalojmë tek ajo që unë kam shumë në Tiranë, i cili tha pse nuk organizon dhe ti një në juglindje. Edhe në fillim mu duk pak e vështirë, se tha sa mundësi kanë bizneset në qytetin e Korçës të organizojnë një event si ky. Ne nuk e kishim provuar, bisedova me gruan time, Nikolën, edhe me Xhensilin, e tha po mund ta realizojmë, nuk është ndonjë gjë e vështirë për ta realizuar këtë edhe në Pra nga ideja kaluan në letër. Kaluam në letër dhe aplikuam. Dhe më njëherë u aprovua që për 10 vjet ne jemi organizatorët për këtë zonë të Shqipërisë. Ne kryem këtë aktivitet vitin e kaluar, ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Ata njerëz dinin të festonin, ne u ndjem shumë të lumtur të ishim pjesë e atyre familjeve, atyre njerëzve për të festuar këtë natë për të shkëlqyer, sepse formati në të cilën kjo natë është organizuar është si një mbrëmje mature, ku në fund të gjithë këta fëmijë me aftësi ndryshe dhe njerëz me aftësi ndryshe kurorëzohen nga dashuria për të qenë mbretër dhe mbretëresh. Pra duke disa foto të vitit kaluar. Edhe ishte një ngjarje e jashtëzakonshme, ishte prezenca e këngëtares së njohur Eneida Tarifa, e cila shoqëroi me limuzinë një nga fëmijët me aftësi ndryshe që ishte ëndra e saj për ta takuar. Ka qenë e veçantë kjo, sepse ka shoqëruar Marian dhe ne zgjodhëm dhe ju lutem pikërisht Eneida Tarifën, sepse Maria gjatë gjithë jetës së saj ka dëgjuar Eneida Tarifën, dhe kur ne shkuam, ajo jeton në një fshat të Lozhanit, një institut administrative të Lozhanit, dhe kur shkuam bashkë me ekipin, me Platorin, me të gjithë, dhe kur hapëm derën e shtëpisë së saj, ajo dëgjonte Eneida Tarifën. Dhe unë atë moment i thash Platorit, unë do bëj çmos dhe ne do ta sjellim Eneida Tarifën, edhe ja në fond. Shumë e veçantë. Ja ku janë të dy, Nuk ka lumturi më të madhe Ka qenë një surprizë shumë e bukur besoj për vogelushën.
që të ketë Shiko, nuk është e lehtë. Platori thotë që është e lehtë, por nuk është e lehtë ta bësh këtë lloj organizimi. Kalojmë tek kjo, tek organizimi herën e parë. Shiko, është e vështirë sepse patjetër që ne kemi gjetur edhe suportin e bizneseve, kemi një punë shumë të madhe bën fondacioni. Pjesa financiare është një gjë, por shumë organizative është diçka tjetër. Është shumë e madhe, por ma besoj që të kontrollosh, ne kontrolluam vitin e kaluar më tepër se 200 persona, sepse secili fëmijë, ndryshe nga çdo eveniment tjetër, ne i drejtohemi dinjitetit të fëmijës dhe për një persona apo me aftësi të kufizuara, me sindrom Down, me autizëm, ne gjithashtu rreth tij kemi dhe një person tjetër që është kujdestar. Pra gjatë gjithë kohës ne kemi një person që kujdeset për të. Pra në rast se ti shikon 100 persona me aftësi të kufizuara, mendoj që janë 200 persona të tjerë, 100 jashtë që po bëjnë rastin dhe 100 të tjerë që po kujdesen për ata fëmijë. Pra, absolutisht që të mbledhësh ka për masa të mëdha numerike për pjesën e organizimit. Vërtet mund të jetë një event që ndodh për 2 ose 3 orë, edhe një darkë madhështore, por dua të them që trajnimet kanë filluar që 2 muaj përpara me vullnetarët, me rekrutimin e vullnetarëve. Ka një proces shumë të gjatë për të pasur edhe kontrollin e backgroundit të gjithë vullnetarëve që merren me shoqërimin e fëmijëve. Kemi certifikatën e sigurisë që kërkojnë për çdo lloj vullnetari që merr pjesë në këtë event, sepse formati është shumë strikt për të ruajtur sigurinë e këtyre njerëzve që marrin. Kemi standard botëror i cili zbatohet. Zbatohet në mënyrë të përpikt, sepse ne japim gjithashtu dhe dokumentat mbrapsht në mënyrë që ata kontrollojnë që gjithë eventi ka qenë brenda formatit të sigurisë. Pra është dhe pjesa dokumentacionit që edhe ajo vlen të paraqitet në përfundim të këtij. Ne menduam do ishte shumë e vështirë edhe në mënyrën e organizimit për herë të parë, sepse kërkonte pavarësisht një buxheti standard që fondacioni Duart që siguron kishte siguruar, një event si ky kërkon një menaxhim financiar të jashtëzakonshëm, duke pasur parasysh që çdo fëmijë shoqërohet me një limuzinë për të ardhur në këtë event. Por jemi të habitur nga bizneset lokale për zemrën që ata kanë pasur dhe gjësinë. Mbështetja financiare ka qenë vërtet përgëzuese për gjithë ata që janë bashkuar. Ne jemi habitur, se tham, nuk e di, ndoshta në Amerikë funksionon, po në Shqipëri. Mikel, ekziston stereotipi që këtu duhet që të stërpatësohesh, që të sigurosh të ardhura monetare etj. Shikoj, në fakt, nëse ti shkon dhe ke se çfarë tu tregosh bizneseve, absolutisht që të ndihmojnë. Unë patjetër që jam rritur në televizionin tuaj dhe nuk mund të përmend gjithë bizneset, por janë shumë biznese lokale nga Maliqi dhe nga Korça, të cilët kur kanë dëgjuar që Kisha Ungjillore, Fondacioni Duart që sigurojnë, Fondacioni Tim Tibujt, i cili është fondacioni MØM që organizon në të gjithë vendet e botës, në më tepër se 124 vendet e botës këtë lloj Night to Shine, këtë lloj aktiviteti, kanë thënë duam dhe ne të jemi pjesë. Pra, jo të gjithë kanë dhënë ndihmë ekonomike, për shembull profesor Eglin që edhe ti e kemi Egli Malesian, ka vendosur që të dhuroj kurorat. Dikush tjetër ka vendosur që të jap ndihmë ekonomike, dikush tjetër ka vendosur që ti vesh bukur ata persona. Sponsorizime në dikush pagoj gjithë materiale e eventit. Po, kemi edhe këtë. Po. Pra jo vetëm ana financiare, edhe pjesa organizative që lidhet me mbarvajtjen e gjithë zhvillimit, e gjithë zinxhirit të organizimit. Sepse vetë formati kërkon që të gjithë bizneset lokale, individet me mundësi ekonomike apo edhe individ të cilët mund të japin një kontribut në anën e tyre intelektuale, janë të mirëpritur të marrin pjesë në këtë event. Është një partnerizim me të gjithë faktorët lokal në mënyrë që ky event jetë i suksesshëm. Pra gjithkush është i ftuar ta shpreh dashurinë në mënyrën e tij. Në mënyrën e tij, edhe në këtë lloj mënyre i bën ata edhe të ndjehen pjesë. Dhe në fund të eventit ne japim gjithashtu edhe një pasqyrë dhe një raport financiar dhe një pasqyrë të gjithë faktorëve të cilët kontribuan në realizimin e këtij event. Për ta vazhduar të që thot Platori, nuk është thjesht kurorzimi i disa fëmijëve, po është edhe çuarja më tej. Pra nuk ky Night to Shine, ky lloj aktiviteti nuk ngelet për 2-3 orë. Ne përpiqemi që për shembull do të jenë 3 apo 4 kryetar bashkish nga Juglindja, ne përpiqemi që t'i tregojmë t'i çojmë vëmendje këtyre personave të cilët nuk kanë patur vëmendje dhe t'u tregojmë pikërisht instancave zyrtare, shtetërore se është pikërisht janë këta persona, është ky grupim të cilët kanë nevojë për më tepër investim, për më tepër kohë, për më tepër vëmendje. Ndaj edhe duhet kuptuar që Night to Shine nuk është thjesht ai organizimi ku ne marrim atë fëmijën me plot dinjitet për të ndier rahat, por për shembull vitin e kaluar ne patëm 2 apo 3 persona të cilët nuk kishin karrocë, ishin me aftësi të kufizuara dhe nuk kishin karrocë individuale. Në fund të aktivitetit me ndihmën e Platorit, me ndihmën e bizneseve, me ndihmën edhe të arbajdarit e gjithë të tjerëve, siguruam karrocat dhe i shkuam edhe në bashkisë që të rritse buxhetin për sa i përket tyre grup moshave, grupimeve të tjera. Pra, ne përpiqemi për të dalë jashtë kornizës së të bukurës, po duam të çojmë gjithmonë fjalën e çojmë te dinjiteti, për t'i trajtuar me dinjitet. Thënë ndryshe Night to Shine është një veprimtari, një kuror dashurie
që kërkon që kjo dashuri të mos mungojë çdo ditë. Dhe kjo vëmendje, kjo mbështetje ndaj gjithë këtij grupi njerëzish të cilët kanë provuar mbi kurrizën e tyre dehumanizimin, sepse her pas here ne jetojmë në një shoqëri e cila i paragjykon njerëzit dhe opinioni vret. Në këtë lloj mënyre ne jemi avokatër të gjithë këtij komunitetit i cili ka nevojë për mbështetje. Ata nuk janë ndryshe, ata janë njësoj si ne, për këtë arsye shoqëria duhet jetë më e pranuar dhe një shoqëri që i pranon këta njerëz është më emancipuar edhe më drejt. Organizimi këtij viti ishte më i lehtë se viti kaluar? Është më i lehtë, duhet do dalë as kronicave për të falendëruar Fisitin, Gjergj Lucën, sepse ai është njeriu që tha do të vini dhe gjithë darka do të jetë falas aty, pra e falenderojmë. Mbështetje shumë e madhe. Mbështetje është shumë e madhe me vitin. Dhe numri është dyfish. Dhe numrin e kemi dyfish. Nëse vitin e kaluar kishim 76 persona me aftësi të kufizuar autizëm dhe sindrom Down, këtë vit kemi mbi 125, në total do të jenë mbi 564 persona deri në këtë moment që janë të përfshirë për organizimin e këtij eventi. Kanë konfirmuar deri tani sepse ne përpiqemi që të ftojmë sa më tepër persona të rëndësishëm, VIP quajmë ne këtu në Shqipëri, që të ndihen më pak të rëndësishëm dhe fëmijët të ndihen të rëndësishëm. Për shembull, ka konfirmuar pjesëmarrjen kryeparlamentari i Republikës së Shqipërisë Niko Peleshi, ka konfirmuar pjesëmarrjen prefektja e re Florinda Zegullaj, ka konfirmuar pjesëmarrjen Bamirsi Arbër Ajdari, ka konfirmuar pjesëmarrjen, le të themi, njeriu kryesor në thonjza që do të jetë ditën e premte është Deviz Xheraut, cilin e falenderojmë, do të jetë ai personi i cili do të kënaq fëmijët me muzikën live. Nga ana tjetër kemi gazetaren Klodiana Lala, kemi gazetarin Mentor Kikia, Anila Hoxha, kemi shumë persona. Ka figura nga të gjitha fushat të cilat do të bëjnë pjesë e kësaj mbrëmje. Ky është qëllimi, Mikel, sepse ne duam gazetarët të shkojnë dhe të kuptojnë që nuk është thjesht në Tiranë halli apo në Tiranë qefi. Pra, kemi një realitet të jetë ndryshëm. Pra, nëse vëmendja institucionale është më e madhe në Tiranë, duhet kuptojmë që këtu ka fëmijë me persona me aftësi të kufizuar, të cilët, siç thashë më parë, ai është tetraplegjik, është i paralizuar, por nuk ka një karrocë. Pra, duam t'u tregojmë edhe një lloj realiteti i cili në fakt ne nuk po e stërmadhojmë apo hiperbolizojmë, po themi të vërtetën. Është ajo që është. Dhe kur ka nevojë për mbështetje, ka nevojë për mbështetje. Dhe këta janë njerëz që nuk kanë nevojë vetëm për dashurinë, si kjo mbrëmje Night to Shine që do ta marrim, besoj, pa kufi, ka nevojë për këtë dashuri çdo ditë, por edhe për mbështetje të vazhdueshme. Në të njëjtën kohë janë të ftuar dhe fondacione të ndryshme, si Kamensi apo disa fondacione të tjera si Emanuele dhe fondacione që operojnë në zonën e Korçës dhe Juglindjes në mënyrë që ne të ngrejmë zërin që këta fëmijë të jenë të njohur edhe të jenë të mbështetur nga të gjithë këta faktorë. Sepse vetëm duar që sigurojnë nuk mund të ndryshojë gjithë situatën. Nëse ne si fondacione jemi të gjithë bashkë për të ndryshuar këtë situatë, jam shumë i sigurt që jeta e tyre mund të bëhet më mirë. Edhe ky është një fillim i mbar për këtë, besoj, Night to Shine. Si do të jetë ecuria? Duke qenë se tashmë çdo gjë është gati, data 13 do të bëhet një mbrëmje vërtet për të shkëlqyer për të gjithë ata që do të jenë pjesë e saj, por si do të jetë ecuria e Night to Shine? Në fakt është një mision, ne pak më parë me pak shaka, po mbas edhe me të vërtet po bënim me Platorin që ne kërkojmë që çdo vit të rritemi. Pra nëse vitin e kaluar kishim 75, këtë vit kemi 125, ëndra ime dhe ëndra e gjithë vullnetarëve të duarve që sigurojnë është që ne ta bëjmë vitin e kaluar në një përmasë akoma edhe më të madhe, ku të kemi mbi 800 apo 900 persona të përfshirë. Do marr përmasa më rajonale, besoj kjo. Po i ka xha rajonale. Sepse do të kemi persona nga Pogradeci, Pilishti, Korça, Maliqi, Liboniku, Pogradeci e tham, do të ketë pra nga Erseka, nga Kolonja, do të ketë nga Pusteci, nga Mokra, nga njësia administrative rajonale. Është gjithë rajonale. Me ata pjesëmarrës që janë të këtij viti, besoj është. Ndërkohë që kemi ndonjë statistikë për këta fëmijë me aftësi ndryshe në rang qarku, kemi diçka të tillë? Ka Kjo e di pse, për ta sjellën vëmendje sa është numri këtyre fëmijëve dhe duke ditur numrin kalojmë edhe tek hollësit pasaj, nevojat që kanë edhe mbështetja që këtu ka një çedim, ka statistikë, por nuk janë reale, sepse ka shumë nga ata prindër, paktën më flas për sindromën Down edhe autizëm, të cilët ende nuk ja pranojnë këtë lloj gjëje, pra kemi një problem mendësie. Nga ana tjetër kemi në qarkun e Korçës të identifikuar mbi 800 persona të cilët janë fëmijë dhe jo vetëm, edhe të rritur me moshë 14 vjeçare, të cilët janë me aftësi të kufizuar, me sindromën Down dhe autizëm, ndërkohë që me aftësi të kufizuara kemi mbi 1800 deri në 1900 persona. Këto janë statistika zyrtare. Mendohet që të ketë akoma edhe më tepër. Edhe mendohet që zona e Korçës është një zonë shumë e prekur. Problematike, sidomos zona e Mokrës,
është një zonë e cila ka shumë fëmijë me persona me aftësi të kufizuara edhe me probleme të tjera, kështu. Mirë, unë ju përgësoj për këtë nisëm, realizimin e saj që do të kulmojë në datën 13, një nisëm që po vjen në rritje dhe duke marrë parasysh problemin që është i parapur gjithandej në Juglindje, besoj se do të jetë një dritare e cila do të krijojë shumë mundësi për këta fëmijë ndryshe, por edhe për familjet e tyre, sepse dihet që problemi nuk është i lidhur drejt për drejt me ta, por është edhe për familjet e tyre dhe për njerëzit e tyre të afërm. Ne nuk lutemi për një night to shine. Ne lutemi për një jetë që shkëlqen. Edhe kjo është ajo që duam të bëjmë. Kjo është një iniciativë që do ndikoj për një 365 ditë të vitit, në mënyrë që ne të ndodhemi afër të gjithë këtyre njerëzve. Ne na vjen keq që nuk mund të ftojmë të gjithë njerëzit me aftësi ndryshe në këtë event. E di që ka pasur më shumë kërkesa se sa ne mundemi, po formati thotë jo më shumë se 500 njerëz të ftuar, sepse duhet jetë i kontrolluar. Kështu që ne kemi realizuar këtë vitin tjetër. Ndoshta vitin tjetër më madh, edhe të gjejmë mundësinë si ta zgjerojmë formatin. Absolutisht po. Ju përgëzoj edhe një herë, uroj ta kaloni sa më bukur këtë natë, në veçanti për të gjithë fëmijët që do të jenë pjesë e saj, sepse gëzimi dhe dashuria që do të marrin besoj do të jetë pa kufi në këtë mbrëmje. Faleminderit. Faleminderit Nikeli. Faleminderit. Përsëri me një falënderim ishim në studio Plator Çollaku, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Duart që sigurojnë, dhe Xhesin Shkëmbi, regjisor, folëm për Night to Shine, që do të vi për vitin e dytë të radhës, një organizim që po merr për masa vërtet të mëdha, por mbi të gjitha për të sjellë në vëmendje një problem që përfshin Juglindjen e vendit. Kjo e ne përmendëm edhe me pjesën e numrit të fëmijëve me aftësi ndryshe që janë në Juglindje. I përgëzojmë për këtë punë të madhe që kanë bërë, duke i uruar suksese në vazhdim.